Skema aktuale e pensioneve është e ngarkuar dhe shteti nuk po e përballon dot më. Për këtë arsye po kërkohet një formulë re që pension të marrin kontribusit real të varfrit dhe ata që do të derdhin privatësisht kontribute. Ministri i Mërshënies Sociale dhe Rinisë Elon Veliaj shpjegon për Ora News se si do të funksionojnë 3 shtyllat konkrete të propozuara për ndryshimin e skemës së pensioneve. Mjafton të kuptojmë që 45% e gjithë buxhetit të pensioneve vjen nga taksimi i përgjithshëm. Kështu që praktikisht ajo që po i themi publikut është që përveç se paguon 21% kontributa, duke qenë se skema është deficitare, në thelb po paguon diçka më shumë. Pra skema sot është e tillë që nuk e mban më vetë. Ku një shtyllë le të them të jetë një pension social që pavarësisht sa ke kontribuar të gjithë të kenë minimumin etik, shtylla e dytë të jenë pagesat me kontribute, por ndryshimi do jetë që njerëzit do duhet vlerësohen në bazë të kontributeve që kanë dhënë. Pra, të hiqet tavani mbi të cilin ti nuk paguan me kontribute dhe nëse ti paguan më shumë të reflektohet tek pensioni yt personal. Shtylla e tretë sigurisht janë pensionet private. Qëllimi është që me këtë skemë, mosha që do të preket është nën 40 vjeç sepse ata do të mund ta zgjidhin vetë formën në cilën do të derdhin kontributet. Risia është krijimi i një dyshemeje, pra një pension social që mund të përfitojnë njerëzit në nevojë të cilët nuk kanë patur mundësi të kenë një punë. Pra nëse dikush ka pasur fatkeqësinë, nëse dikush s'ka gjetur dot një punë, nëse dikush ka qenë një smur një kohë gjatë në sëmundje kronike, asnjëri nuk duhet vuajë për bukë për faktin se s'ka pasur kontribute gjatë jetës. Kështu që pension social për të gjithë, pra një dysheme për të gjithë, por mbi këtë në bazë të kontributeve që pagon ke skema shtetërore apo dhe inkurajimi i skemave private. Po a do të ndryshojë mosha e daljes në pension? Deri tani nuk kemi asnjë ide për të riparë moshën, edhe do ta shpjegoj këtë. Rritja e moshës mund të jetë një zgjidhje afatshkurtër për të stabilizuar skemën e pensioneve, por nuk është e qëndrueshme. E ta them pse, sepse kemi popullsi shumë e re. Nëse ne rrisim moshën e pensioneve, praktikisht u themi të rinjve sot që nuk do lirohen vende pune për ta.